Lufta kundër tanke kërkon njohjen e mirë të tankut, pikat e dobta të tij, njohjen dhe përdorimin e mjeteve teknike dhe të thjeshta kundër tanke, përgatitje psikologjike, guxim dhe besim në forcat e veta. Çdo kuadër dhe ushtar duhet të jetë në gjendje të luftojë me sukses kundër tankeve të armikut, t'i thyej dhe t'i asgjësojë ato me armët e veta. Lufta me eksploziv, granata kundër tanke, tuftë të granatave mbrojtëse, shishet me lëndë djegëse, minat kundër tanke e tjera duhet të bëhen normë. Të gjithë duhet të dimë t'i gjuajmë tanket. Tanku nuk është makinë e fuqishme dhe të mërshme për ushtarin ton të disiplinuar dhe trim, që njeh dhe përdor mirë mjetet kundër tanke. Ai është plotësisht i asgjësueshëm. Armiku, për të penguar lëvizjen e trupave tona në sulm, kryen goditje kimike, skuadra vesh mjetet mbrojtëse kimike dhe vazhdon plotësimin e detyrës luftarake. Duke analizuar veprimet që treguam në këtë film metodiko mësimor, mbrim në përfundimin se për zhvillimin e një mësimi taktik është e domosdoshme që edukimi ideopolitik t'i parapris tërvitjes taktike duke mobilizuar e bërë të ndërgjegjshëm për arritje sa më të larta. Kuadri të thellojë njohuri teorike e praktike për zbërthimin konkret të kërkesave të artit ton ushtarak popullor. Baza materiale mësimore e lëvizshme e fushore t'jetë e plot me cilësi të mirë dhe të perfeksionohet vazhdimisht. Përgjithësimi i shembullit pozitiv rrit mobilizimin e efektivit për arritje sa më të larta. Skuadra pas plotësimit detyrës luftarake ndalon dhe përforcohet në vijën e mbritur.